Jashtë, mos u marr me atë sport se jashtë për like kështu shpejt. A di çfarë pres me të bëj jashtën? Si do bëj? Çfarë pres me të bëj? Çfarë pres me të shplahe me të përla ty? Ti? Fuste shisha ujit? Ti? Edhe të bëj limonad qashijet. Hajde provoj. Ka të bëj ty? Hajde provoj. Jashtë. Hajde provoj. Jashtë? Po provoj edhe këtu dhe jashtë. Hajde provoj. Hajde provoj. Edhe këtu. Shiko, kam vënë një kontradikt madhe të Rogertit, se edhe kërcënon për shembull aty dhe i thotë aty të fusën shishe të bëj limonad qershie dhe i thotë nuk kemi ardhur këtu për gangster. Kjo është një lloj jo koherencë e tij ose një lloj hipokrizie e madhe. Ajo që them una është që Rogerti nuk është se ka ndonjë ndryshim loje. Loja e tij është kjo. Okej. Ne e kemi parë. Dhe është e kot për shembull që të reagojmë për çdo lloj veprimi që bën ai. Ndonjëherë mendoj që duhet jemi më shumë të heshtur se sa të bëjmë kaq alarmante. Sa më shumë e bëjmë ne alarmante dhe sa më shumë ne i japim vëmendje Rogertit për të gjitha gjërat që i thot dhe për ato kërcënimet e shantazhimet e diskriminimet që bën e të gjitha me radhë, mendoj se produksioni e mban brenda ose loja e mban brenda, le të themi në një farë mënyre. Dhe çfarë ndodh? Nëse neve nuk i japim këtë vëmendjen, e bëjmë atë neve si publik të jashtë, mos ta komentojmë, mos t'i japim fare më vëmendje. E dim, okay, nuk lejohet ato që bën ai, por përderisa për formati dhe për produksionin e them në një farë mënyrë që ai vazhdon të rri brenda, do të thotë që janë normale për ata, nuk janë normale për ne, po janë normale për ata. Ashtu siç Rogerti thotë për shembull, po të ishim jashtë, do të fusja në një shishe, do të bëja kështu limon sot çfarë i tha. E njëjta gjë ndodh që edhe nëse do të ishe jashtë, nëse Rogerti do të thoshte dikujt tjetër këto llafet, do vende puna keq. Neve asnjëherë nuk jemi popull që dim të flasim qet pa u nxjerrë gjakat. A e dini juve që së fundmi shumë nga këta të banorët aty brenda, kryesisht për shembull së fundmi dhe këta të Rogertit dhe të Selinit dhe Livias dhe të zdise, edhe shumë të tjerë. Domethënë kanë ardhur shumë njerëz që më thonë që jo po ti mos bëj video për këtë dhe po mos komento për këtë, mos komento për atë. Njerëz të dashur, familjar të çdo lloj personazhi banori aty brenda. Kushurinj, ku di un të fort e kështu luenër e tigra që jeni, që merrni në telefon, shkruani mesazhe. Duhet kuptoni një gjë. Nuk është se e kam un gabim, ose nuk është se un kam një inat kundrejt çdo banori aty brenda. Gabimin e keni ju me ata aty që domethënë janë futur aty brenda, me njerëzit tuaj që janë futur aty brenda. Të futesh në një format, nuk do të thotë që të denigrosh, të kërcënosh, të shantazhosh e gjitha me radhë. I gjithë problemi fillon tek ata, nuk është problemi tek unë që komentoj e tek shumë si unë që komentoj. Sepse ne ose unë më sakt komentoj atë që unë shikoj në televizor. Nëse vini edhe dhe thoni që mos komentoj më se do të vi këtu, do të vi atje, do të gjej këtu, do të gjej atje, më thjet tash këto gjëra. Shikoj se ky është cënimi i të drejtës, e fjalës lirë dhe kjo gjë kapet me ligj, shkon me ligj përtej ligjeve. Ka lloj neni të mesazheve që çoni dhe të audiove që çoni e gjitha me radhë. Nuk e kam për Rogertin, por e kam për të gjithë ata që përmenda dhe shumë tjerë që s'm vinë në mendje, që vinë e thonë. Mos, domethënë, e kam thjesht që në momentin që unë nuk ofendoj, nuk prek familjen e njërit aty, nuk cënoj dinjitetin e çdo kujt aty, kam të drejtë të komentoj, të flas, të jap një mendim rreth një situate që ndodh ajo që shfaqet në televizor. Kjo situatë që bën Rogerti është gabim dhe për te gabimit është që është shumë përçarse. Nuk është se produksioni duhet marrë masa vetëm për sa i përket për Rogertin, por për të gjithë ata aty që kërcënojnë, shantazhojnë, sepse në momenti që ne të tjerët japim një kritik, japim një mendim, një ide ndryshe nga ajo që folet apo që jemi kundër asaj gjës që dëgjojmë, krijohen këto lloj grupe, kërcënime, shantazhime e gjitha më tash. Pra, nëse produksioni nxjerr Kristin, nxjerr Rogertin, nxjerr Mirin, nxjerr Mateon, nxjerr Brikenën, kush do qoftë nga ata që gabon, nuk ndalon vetëm fenomenin e shpifur që të transmeton në televizion, por ndalon dhe shumë njerëz të jashtëm që përfshihen që janë të tyre kur dëgjojnë kritikat e mia, kritikat e Arbrit, kritikat e çdo kujt tjetër që bën edhe rreth këtij formati. Ky format është një format publik, nuk është një format privat, sepse në të kundërt nuk është se do të paguanim. Ne në momentin që paguajmë për të parë atë dhe në momentin që dikush bëhet figurë publike, duhet pranoni dashur njerëz, jeni futur në një format ku shikohet 24 orë me slow motion. Domethënë shikohet me detaje. Pra
që e keni ditur fillim se ku do futeni dhe mos janë të thoni, mos komentoj, se po ta marrin vesh njerëzit se kush jeni, është turpi i dynjas për juve që vini thoni. Neve nuk cënojmë, unë thjesht komentoj, nuk cënoj askan. Kështu që mendoj që produksioni një orë më parë do të marrë masa për këto lloj shprehjesh. Unë e kuptoj që ky po hakmerret në një farë mënyrë sepse nuk i erdhi mirë që Kristi u kthye nga televotimi me 73% të votave për po nga publiku dhe arrin të bëj këtë gjë sepse e pash që sapo hyri Kristi tha që që nga të dalësh nga muri, të lagësh me ujë, më the thash. Unë mendoj që të dalësh nga muri dhe të lagësh me ujë është më se normale se sa të kërcënosh, të shantazhosh, të denigrosh, të diskriminosh, të ofendosh, e të bullizosh. Nëse produksioni nuk është se po i vër shumë re këto gjëra, është content, prodhon content, e tha mi Luizi për shembull në një intervistë, që është më se logjike, nëse ai prodhon content, janë shumë sponsorë që do të jenë aty dhe do të vazhdojë të rri brenda përderisa ai prodhon content, pavarësisht se çfarë contenti prodhon. Mua vjen keq për njerëzit që shikojnë, që thartojnë trut, duke më dërguar mua mesazhe e duke stresuar veten e tyre që apo impaktin e ankthit që transmeton përmjet televizionit ai lloj veprimi. Merreni qet, fund e fare është një format, edhe ata do dalin nesër pas nesër do jenë shok me njëri tjetrin. Disa ndoshta disa jo.